إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lënë në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall. Ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikurën e fe. Nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhenemit, Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kem frikën e Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert. Dhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ja kem frikën e Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi. Edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira është një të keqen. Mirë po edhe të cilme me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Nëse ju thuhet se një njerit apo një popullit i është në bashkë kundër tij apo kundër tyre e tër bota me tër fuqinë edhe arsenalin edhe mundësitë e tyre me luftu. Çka jo mërmenja qysh kish mi pas punë që ky personi apo që ky populli, qofse këtë dunjan e ka nënën tjetër kundër tina. Apo qysh pja mërmenja për një rab, për një njeri të cilët nuk i ka dalë karshi dhe përballë ti bota dhe njerëz e kësaj bote, mirë po i ka shpall luft Allahu dhe pejgamberi i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shumë për juve ka mundësi dhe me pyetje se për kanë jam të folë. Kush është qenë kaj fatshezi që i pas ka shpall Zoti edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam luft. E përgjigjen e ka thonë vetë Allahu Azza wa Jall. Kur ka thonë ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. O ju të cilët keni besuar, keni frikë Zotin edhe lëni ajo që ju ka mbet prej kamatës qofse jeni besimtar. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Aman qofse se lëni, s'doni me hek dorë pe kësaj kamate, pe kësaj pasurijet në dytë, atë diher dije se ju ka shpall luftë Allahu dhe i dërguari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk ka mëkat, vëllezër të nderuar, mes shirkut, që është përmend ndonjë kërcënim më i ashpër se kërcënimi që varë për atë personin i cili e ka hangër kamatën, apo e hangë kamatën apo punon me kamatë. Tregon Malik bin Anesi radiallahu ta'ala anhu
thëtë e ku shfletu Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk më gjetë kërstim më tashpër se për kamatin cila ka ardhur dhe më thonë këta jetë, po edhe në jetë tjera kër folë Allahu azza jalla për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë mëkat të madh. Ky mëkat i madh i cili janë zinë njeriu të jetën këtë dynja, janë zinë jetën në varreza, mirë po mirë për të nesër kur do të dërinjallët dhe dhe delë për Allahut azza wa jall. Këtë dynja ka premtuar Allahu azza wa jall se kum jahu bereqetin. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allahu e shkatron fitimin e kamates, ndërsa e rrit fitimin e sadakas. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka treguar se s'ka njeri që punon me kamat dhe e shton të mendu se po përfiton më tepër, vetëm se përfundimi i tij ka më qenë humbje. Ka në jetë kuranor kur ka folur Allahu azza wa jall për Banu Israilit, hebrejt, të cilët janë të njohur botërisht me këtë mëkat. Dhe ka treguar se Allahu azza wa jall i ka dënuar për shkak të zullumit që i kanë bërë. Dhe ja kanë ndaluar gjërat që i kanë pas të mira të lejuara. Edhe për shkak se i kanë larguar njerëz për rrugës së Zotit, mirë ka thonë edhe për shkak të mëkatit të kamates, edhe pse kanë qenë të ndaluar prej tij. Por e kanë pas edhe atë haram, çysh e kemë në haram. Kësaj për këtë kësaj dunjaje, se Allahu azza wa jall ta humb bereqetin. Allahu ta shton fukarallakun. Allahu ta shkatron rahatllakun në këtë botë, mirë për edhe në jetën e varrezave. A keni dëgjuar dhe njerëz të nderuar për një lumë nga gjaku? Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith është i vërtetë se në Buhari dhe Muslim, sot kanë ardhur dy melaçë më kanë marrë dhe kam shkuar, edhe i kam pa disa lloje të njerëzve prej tyre gjatë rrugës e kam pa thot një lumë nga gjaku. E buz lumit ishte një njeri, e në mes të ati lumi ishte një tjetër, dhe ky personi cili ishte në mesin e lumit tentonte me dal, mu largu pe ati lumit, mirë po si vind të buz lumit, ky që ishte në buzën e lumit, në bregdetin e lumit, faktikisht i kishte dogur, edhe ja hodhte në gojë, edhe e kthente në mes ato ku kishte qenë. Edhe prape përsërit të njëjtën tentativë, e njëjta i hedhte një gurë në gojë dhe u kthente mund mes ato ku kishte qenë, edhe ta shpreh. Domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për e pyet këta dy melaçe që e kishin marrë se kush ishte ky person. Thot ky ishte ai personi i cili e kishte hangër kamatën në këtë dynja. Mirë po vëllezër të nderuar, thash nuk përfundon domethënë dënimi i këtij mëkatit këtë dynja apo në jetën e varrezave, mirë po këtë vazhdon edhe nesër ditën e gjykimit kur do të ringjallemi, e kur do të ringjallemi, gjithë do të ringjallem shpejt dhe me ecë shpejt. Përveç këtyre, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Edhe ditë kur do të ringjallen këta personat të cilët e kanë hëngër kamatën, kanë mu ringjallë se ta njerëz të çmendur, se ai njeri që ka prekë gjint, se ai njeri që ka sehire, për shkak se në këtë dynja e ka hëngër riban dhe ka thonë se ribaja është si lloj tregtie. Allahu azza wa jalla ka lejuar tregtinë e ka ndaluar domethënë kamatën. Këtë dynja ka nga mësaj bote dhe mësaj pasurie si i çmendur. S'ka pas vakt për kërkan hiç, as për familjen e ngushtë. A ke pas si një banjerit dhe pare, veç fillon mu largu për i tjerve, se po tutet se mos pëjin hisë, dhe mësafir s'ka qef as me shku as me arë, se u dhonë mësaj dynjaje, i qmendur mësaj dynjaje, i qmendur ku morin gjallë nesër ditë në gjykimit. Po ju vëtëm kaq, ka onë në transmitim nga Abdullah ibn Abbasi, ka me thonë që merret tash armën edhe del lufta me Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se i ke shpall luftë këtë dynja me qëllim. Atër del edhe lufton qoftë se jepi atyre që mundesh me luftu me Allahun azza wa jalla dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuar, ky mëkat thash nuk është bë haram veç për neve muslimanëve. S'ka ummet që ka pas leju me rrahallin e kamates. Për shkak të fesadit, për shkak të keqes që e ka ky mëkat. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
kur ka treguar se duhet mu largu prej 7 mëkateve shkatruese, njërën prej tyre ka përmendë eklu riba, me hangër riban, me hangër kamaten. Edhe jo veç ai cili e jep, mirë po dhe ai që e merr. Ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi e ka mallkuar atë që jep kamaten, ai që e merr kamaten, ai që e shkruan kamaten, edhe ai që bëhet dëshmitar për kamaten. Ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër të nderuar se a ka më ju pyet në juve tash mëkat më të neveritshëm se njeriu me boj moralitet me bavë zina. Besoj që shumë i të kështu me thonë s'ka, se e prek derën familjen e njeriut. Mirë po ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se me bavë me hangër kamaten është me aron se 36 herë me boj moralitet, se 36 herë me bavë zina. Kjo është domethënë vëllezër të nderuar që e kamata që neve në u ka bo rutin, në u ka bo përditshmëri edhe nuk paramendojmë jetën për të. Edhe pse në gjuhën arabe riba do me thonë me shtu diçka. Edhe kje kamata është lej-lej. Po ajo kamata që konë edhe në kone e pejgamberit sallallahu edhe kone i njeronces, edhe që vazhdon me konë kone sotshme, është që ajo do me thonë që me i dhonë njeriu të borç e me ta kthy me shtim. Me ta shtu dhe më thonë, jo vetëm borxhe me ta kthy, po me ta kthy edhe më tepër. E përpara, deri në kohën tash, ata që t'jon merr me këtë punë dhe me këtë mëkat ti kena thonë fajdexhi, edhe kush njëri për të mirë këta njerëz nuk i ka përmend. Mirë po e kanë ditë që fundrinat e shoqërisë jo këta fajdexhit. Edhe s'ka njëri që ka pas pak njerëzillëk, që ka pas qef me pas, domethënë, miqësi me ta, a hyrje dali me ta se kanë thonë fajdexhi është ky person. Kështu ka qenë deri kohën e vonshme. Mirë po tash, kur në kohën e kësaj kapitalizmit tegër, kur në kanë bërë këto bankat të këto, domethënë institucionet financiare, që ju thirrën njerëzit, hale depononi parët e juaja, se jo kthejna me 1.5% apo 2%, 2.0%, e bëm bo me marë të pejtyne, qoftë dhe më thonë për shkak të investimit që dëmë me ba, apo për çështje konsumimit familjar, diçka, a i ta banë të që 6%, 7% e kështë më radhë, faktikisht e këta nështë të dykun në mëse ne mundohen me gjithë në i fetva se mos ka dhonë në i hoqë, po bëj ka dhe kje punë, e që kjerë vëzët të ndëruar është harami, edhe për çdo kanë thonë që ato ajetet kuranore që i ceka ose hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se pavarësisht sa është fajdexhi poshtër, është kjo me kravat, dytë e kanë haram, edhe të njëjtin status e kanë, edhe ata që e dhojnë këtë punë, po edhe ne që shkojnë edhe trakasëm dyrët e tyre, edhe ja marrën atë pasuri, pavarësisht se ka mundësi dikush ja vjen me thotë ja po bëjke, s'kesh punë, mirë po dinë vëllezër të nderuar se dietarët edhe s'ka komision fetar në botën islame që e ka lejuar këtë punë, mirë po gjithë e llogaritin që është haram edhe kjo me konsenzus. Po mundet me thonë dikush po hoqë të pimshel dyrët krejt, po s'pimshelem vëllezër të nderuar dyrët krejt se realisht jeta ka jetu njerëzit edhe pa ta, mundu me jetu edhe pa ta, se Allahu azza xal qofse e ka ndaluar dhe me thonë tregtë domon kamatën, e ka lejuar tregtin me çdo lloj të saj, qoftë në partneritet, qoftë me aksione, qoftë forma ndryshme, përderisa nuk i shkel ligjet e Allahut azza xal. Përveç tregtisë ka lejuar që njeriu faktikisht me dhon borx edhe me ndihmu njëri tjetrit edhe me kon solidar ndaj njëri tjetrit, edhe mos më janë zonë domethën ditën, domethën faktikisht vetëm me dhon e me ta kthyje me shtesë. Se në ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një njeriu hije në xhenet dhe në xhenetit e ka pa një sadaka me 10 shpërblejet. E masandeja ka pa se një borç shpërblejet një me 18. Domethën ka jashtë më mirë me dhon diku na borç se me ndihmu edhe më afalë me dhon sadaka. Mirë po edhe nëse dikush mendon se realisht vallahu xhor ku e ke që me dhon borxhe kështu më radh, po shkruani vëllazni këto borxhe, merrni garancia për këto borxhe, merrni mosa dëmon që faktikisht mos më ardh deri te mosmarrveshjet kur kthehet borxhi, mirë po edhe nëse faktikisht i ke marrë këtë sebepet, e ke shkruar borxhin, e ke marrë garanci për borxhet, për borxhin tën mirë po s'ka mujt me ta kthy në vakt, pas ka bre mundsi bre vëlla më jashtë ty pak edhe me i dhona fat edhe paka. Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maysara wa an tasaddaqu khayran lakum in kuntum ta'lamun. E nëse ka thot punë ngusht
e s'pa mundet me ta kthye, shtyja dhe pak afatin, edhe në qofë se ja falët atë është ma mirë në qofë se jetu e ditë. Pra thjesht vëllezër të nderuar, gjithmonë ka rrugdalje, ka tregti, ka borx, ka mundësie dhe më thonë mja shty borxhin, ka qenë njeri në kone, ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se thjesht jap të njerëzve borx, edhe i çon të njerëz me lyp borxhin e tyre. Edhe ju thashtë ata punëtorëve të tij, shko lypni borxhin. Kush ka merrja, kush nuk ka, falja nështë Zoti na fal nesër ditën e gjykimit. E lutim Allahun azza wa jall edhe neve të na bën për atyre që na fal edhe në këtë dunja edhe në ahiret. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, kur jam duke folur për kamatën, unë fola për një lloj kamate se cila është shumë e popularizuar edhe në kohën e ignorancës edhe të muslimanëve në kohën bashkëkohore. Mirë, po nuk është e tërë kjo kamata, se ka dhe lloje të tjera të kamatave që disa për ju nështë as nuk e një dëgjuar, as nuk e dini për to. Ajo është çështja kur njeriu i ka disa lloje të tregtisë edhe bën ndrrim, edhe thjesht nuk e bën ndrimin e njëjtë në sasi, apo thjesht nuk e merr dorë për dorë. Nga se ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur blehet apo shitet ari, ka thonë ari me ari, argjendi me argjend, gruri me grur, elbi me elb, hurmja me hurme, dorë me dorë, edhe me njes me sasi të njëjtë. Nuk ka njeriu me shkua me thonë ti, dhe më thonë argjentarit, po të japi një unaz e cila është 2-3 gram, ai me të llogarit dhe më thonë si me kon 1 gram, edhe me të vonë të çmimin e 1 gramit, ose dhe më thonë faktikisht të jap 3 gram një unaz, ai të jap 1 gram e gjysmë një unaz, ose thjesht të jap unazën, ai thot hajtë se të japi parët ma vonë e kështu me radhë. Këto realisht duhet njeriu me thonë me i drun dorë më dorë, edhe me sasi të njëjtë. Po nëse thot po kjo është e vjetër, ky i ri, atëherë shitja që ato të vjetrin shitja thuj sa për e vlerëson këto, edhe dhe të jep pare, e masandej t'i blej që ka dush, masandej pej triut. Po jo me ndruhet dhe më thonë 3 ari me 1 ari gjys, apo jo mja dhoni masandej vije marë, se këtë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo është një lloj pej llojeve të kamatës, siç i ceku dhe më edhe arin, edhe argjendin, edhe të gruni kur është të kornet, me pas kujdes kur e që njeri u mulli, e masanej me thonë një morë bukë, më gjithmonë e menë sa si të vogla, jo, shko dërzo, pagujt dhe shete, masandej merë bukë sa dush, masandej. Aje që po du me thonë vëllezër të nderuar që njeri ju, i cili është moshritur edhe ku me shite edhe ku me ble, duhet me mësu disa rregullat të tregtisë. Omeri radiallahu ta'ala anhu ka thonë, kush nuk din edhe nuk ka njeri për fe, edhe nuk e din dispozitet e shërbëres, mos t'i afrohet tregut tonë. Edhe mos mendon kërkush marrë se tuaj me thonë se kum ditë, se kum pas këtë për qëllim, masanare i gra që është dën vetë, edhe s'ju që vabohet. Se për ndryshe pi bjen që veç qofë se je hoqë, për ty të ka haram kamata. Qofë se si je hoqë s'pi desha, se kum pas njetë edhe hajt pi graj që shtët. Nuk është kjo është të vëllezër të nderuar. Se do të me ditë se njeriu thash është punë fillimisht me Allahun azza wa jall. Se të i shpall luftë Allahut azza wa jall, mirë po a dije se që me çat pasuri që e fiton, jetë të çu shpëton edhe të ushqije familjen tonë. Por keni kujdes vëllezër të nderuar, kush ka marr kamat, apo runa Zot kush jep kamat, le të hallashtiset për asaj pune dhe të largohet për atij mëkati të madh, për asaj që i ka shpall luftë Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij. Le të merr atë që ka hakën pasurinë vet, mirë po çdo shtojës tjetër dhe të hek dorë prej sajna, se kum ju bë zjarr me xhenemit nesër ditën e gjykimit, edhe nëse thjesht ka pasuri të tillë,
mundohet m'ja u kthyu dhe m'ja u dhon hakun njerëzve, edhe në qoftë se si njef lep se ep sadaka për ta, mirë po kurse si një pare që e ke marë haram, atë përqindjen 1.5% qoftë se ke lanë diçka depozita në bank, apo dërtiju mos e merr se edhe mos e çon shpesh se është haram. E qoftë se dën me pas mbarësi shpitone, edhe thjesht mirësi shpitone, dije që çka jetë ushti dhe çka po han ti dhe familja jote. Allahu Azza wa Jall na ruajt neve, na përmirësoj gjendjen tonë, na bëf për atyre që i kuptojmë dispozitat e Allahut Azza wa Jall, edhe dim çka është halali edhe punojmë atë, mirë për edhe kuptojmë çka është harami edhe i tutëm atina. Elusim Allahun Azza wa Jall që të na fal neve, të fal prindrit tonë dhe të fal këtë muslimanët në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.